faji të ty. Ju ratë të kjo ngjarje. Kanë një pronë dhe kërkojnë pronën dhe kërkojnë më në fund drejtësi. Se ndoshta ky brez i ri është ai brez i lindur me idenë e pronës private, jo brezi i vjetër që megjithëse janë pronar, i lën pronat pa marrë. Dhe pronën private nuk ta prek dot njeri, por ne nuk e dim si është çështja që themi nëse këta kishin pronën dhe po ja merrnin dhe prandaj reagoi ai apo kundërreagoi. Ajo që është e qartë sot është pikërisht kjo që mungesa e besimit te gjyqtari, mungesa e besimit tek pala asnjanse, e cila është një mungesë besimi e nxitur nga politika, e nxitur nga media, shfrytëzim në media i çdo pale të pakënaqur për të hedhur mosbesim ndaj vendimeve të gjykatës, dhe sigurisht e korrupsioni i lartë në gjykata. Ky nivel i lartë mosbesimi, unë mendua se do të fashitej pas reformës në drejtësi, pasi do të kalon vetimin gjyqtarët dhe do të mbetej një grup i vogël, siç mbetej një grup i vogël gjyqtarësh, të cilët do të ishin të pastër dhe jo të pakorruptuar dhe do të jepnin vërtet drejtësi, por me sa duket nuk kaloi dot. Imazhi i gjyqtarit, imazhi i drejtësisë mbeti ky që është. Po edhe pse për shkak të vetingut numri i gjyqtarëve dhe i prokurorëve u zvoglua deri aty sa këta të kemi vetëm gjykat apeli sot, dhe mos kemi gjyqtar apeli, të kemi mbi vendosje dosjesh, që duket edhe për shkak të rritjes së korrupsionit. Pra, reforma në drejtësi një këtu duhet të shikoj veten, sepse këtu s'është dhënë reforma në drejtësi, s'ka pas asnjë pasojë pozitive, asnjë rezultat pozitiv nëse mosbesimi arrin deri në shkallën që ty të vrasej. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme është kjo, që rritja e besimit të gjyqtarëve te pala e tretë, tek ajo palë që nuk është që duhet të jap vendime dhe duhet të krijojë besimin, duhet të deklarohet nga gjitha palët, edhe nga politikanët, edhe nga kryeministri kur thot ai gjyqtari birbo, edhe nga opozita kur i shon gjyqtarët dhe thot ajo gjyqtarja mos i flasim çfarë emrat që përdorin. Pra kur fyen gjyqtarët për shkak të vendimeve të tyre, kur i kërcënojnë gjyqtarët për shkak të vendimeve të tyre njerëzit në pushtet, autoriteti i gjyqtarit është i nëpërkëmbur. Dhe pastaj në 35 vjet në përkëmbje akoma më të madhe që i është bërë emri të gjyqtarit për shkak të korrupsionit, sigurisht mbetet që gjyqtari të jetë njëri pa autoritet mbi gjitha. Pasi mbetet pa autoritet, mbetet dhe pa mbrojtje. Siguria në gjykata është zero. Atëherë ai është njeri, është shënjesër e çdo njeriu të pakënaqur në një vendim i tij. Shënjesër e çdo vetgjyqësie, shënjesër e çdo njeriu që pendon që do ta zgjidhë këtë gjë me mënyra si kjo e sotme. Kështu janë bërë shënjesër gjyqtarët dhe besoj që për të jemi përgjegjës të gjithë. Kryeministri thotë që duhet rregulluar sistemi i sigurisë së brendshme të gjykatave dhe duhet ta shpërsuar ligji për mërmbajtjen pa lejë. Tani ju do të thonë që mendoni se kjo e sigurisë mirë, dakord, ja e rregullove atë sigurisë aty, nuk e vrau brenda ai, doli jashtë, i futi 5 plumba më shumë, e vret jashtë. Pra, si duhet veprohet tani, duhet rregulluar në një gjë më shumë, apo ja o them unë, përveç sistemit të sigurisë aty dhe si thua tonë dhe me radhë. Armbajtja pa lejë është dënohet dhe jashtëm, nuk është problemi aty. Problemi është që ti, kryeministri shkon te pasoja, nuk shkon te shkaku. Pra në 12 vjet qeveri që ka kryeministri, çështja e pronave sot akoma nuk është zgjidhur në Shqipëri, dhe vetë 35 vjet për zgjidhur çështjen e pronave. Dhe këto shkaktojnë këto pasoja, sa të vrarë kemi ne për çështjen e pronave. Edhe këto 12 vjet sa pafund kemi. Çdo vit kemi një numër. Kjo është e pafashme për një qeveri që 12 vjet mos ka zgjidhur një çështje, e cila është çështje bazë për integrimin B, është e drejta bazë e njeriut, por sigurisht që është një çështje bazë edhe për paqen sociale në Shqipëri, në vendin e vet, për investimet e huaja, për gjithçka, gjithçka fillon nga prona. Përveç saj, problemi është se doja ta thosh është shumë e rëndësishme. Çfarë kemi rritur ne në këto 35 vjet? Çfarë një njeri që është 3 vjeç, 1 vjeç, 5 vjeç, ka qenë në 91-shin, është rritur me një propagandë, ose më mirë të themi që në fakt nuk është propagandë, por me lajme, me deklarata, me informacione, me fakte, që ky shtet është i korruptuar, punon kundër qytetarëve
dhe duhet gjetur mënyra që të shtet ose ta korruptosh ose ta luftosh. Asnjëherë drejtësia nuk është zgjidhje e dur, por në qoftë se zgjedh krimin në vend të rrugës drejt, në qoftë se zgjedh rrugën e shkurtër në vend të rrugës gjatë, mund të jesh më i suksesshëm. Ta 30 vjeçarët e sotëm, dhe 35 vjeçarët e sotëm, kanë parë me modele, kanë dëgjuar dhe kanë në radio, kanë parë në televizion, shohin çdo ditë në rrugë, se si sfiduesit e shtetit janë ata që përfitojnë më shumë se respektuesit e shtetit. Se si të shkosh në dyert e shtetit dhe t'i besos shtetit, i ke tradhtuar veten dhe interesat e tua. Se nuk zgjidh dot asgjë. Përveç se ke paguar. Edhe atëherë ai rritet me armiqësinë ndaj shtetit, me mungesën e vlerësimit dhe mungesën e besimit ndaj shtetit. Dhe sigurisht që një nga bazat, një nga shtyllat e shtetit është pushteti gjyqësor. Dhe ai sigurisht që një nga shkaqet që në Shqipëri ka mira procese pas zgjidhura kryesisht pronave, por edhe për krimin, janë gjyqtarët. Dhe ne kemi rritur këtë njeri, kemi rritur sot, është rritur në këtë shoqëri, i cili është gati të ngejë dorën mbi policin, mbi çdo autoritet shtetëror, se lajmet për rrahjen e policëve ditët e fundit janë shtuar shumë, që godasin qytetarët mbi policin, dhe godasin mbi gjykatësit. Kjo është hera e parë që goditet një gjykatës. Por ne kemi pasur goditje mbi policin, vrasjet e policës në krye detyrës e tjera kanë qenë gjithmonë të shumta. Dhe kjo rritet me konceptin që kanë sidomos të rinjt të shtetit. Qartë. Mundë? Po, patjetër. Shko, unë ndoqa të kryeministrit, më duket sigur ai flet kundër vetes vet. Sepse ai flet për sigurinë e brendshme, edhe unë bëj një pyetje. Në cilën kohë jemi ne? Në kohën e Saliut? Kush shtet e ka këtë sigurinë e brendshme? E dyta, mungon teknologjia, thot. Pse nuk është teknologjia? Kush? Të huaj do na bëjnë opozita, kush do na bëjnë? Thot për armët. Armët i kemi sheshit. Unë po shikoja të fundit që doli të Rrumit, të Shijakut, ato përgjimet, ku ata kishin blerë me 1.350 euro, një sniper, 4 Kalashnikov, që ishin të teknologjisë fundit, me pjesë plastike, janë bën më të lehtë, e tjera, për një çmim që ka i bën një pistolet. Atëherë armët që nga në sheshit, armë teknologjisë fundit. Atëherë, ne na vra gjykatësi. Dhe s'kemi siguri, s'kemi këtë, s'kemi atë. Po mirë, ne pse na ndodh si popull që duhet na ndodhi gjëja dhe pastaj të vëmë duart në kokë. Se ne digjet e gjithë Shqipëria nga zjarret, edhe themi, s'pas kemi ne as helikopter, as avion, as gjë, bo duart në kokë. Përmbytemi, s'pas kemi as gjë, e tjera me radhë. Pse ne jemi ky shtet? Që ne na ndodhin gjërat, vëmë duart në kokë dhe kuptojmë që s'kemi as gjë. Qartë. Ky është problemi. Për mua ka një nënvizim poshtë. Korrupsioni i lidh të gjitha këto bashkë.